Përshëndetje, epizodi I parë I sezonit 6 të podcastit Flasim nis në një moment të vështirë, në një vorbull atmosferike të hatashme, por edhe kjo do të kaloj dhe ndërkohë unë dua t'ju uroj të gjithëve që ky vit të jetë sa më I mbar dhe dhënë Zoti më I miri që kemi pasur të gjithë bashku, që ka pasur Shqipëria dhe që ka pasur secili për jush. Fillojmë me shënimet e javës. Kjo javë ka qenë tejet e ngarkuar me rreshje dhe me të borë. Një gjendje atmosferike e zgjatur dhe e rëndë, e cila nuk ka prekur thjesht Shqipërinë për ndonjë arsye të lidhur me vendin ton, nga ato arsyet që zihen në 700 tenxheret politike e mediatike të Mezhlisë shqiptar, por ka prekur një hartë të tërë, nga Italia në Greqi, nga Malizia në Kosovë dhe deri lart në Serbi, në Kroaci dhe nga Maqedonia e Veriut e deri në Turqi, ku Stambolli përjetoi një situatë filmash apokaliptik, ku I njëjti I ftohtë, I njëjti shitet, e njëjtat borë dhe të njëjtat përmbytje dhe bllokime kanë krijuar të njëjtën situatë psikologjike për njerëzit. Një mas ajri e ftohtë nga veriu është përplasur me ajër të ngrohtë dhe të lagësht nga mesdheu dhe ka krijuar pikërisht këtë vorbull atmosferike mbi Europën juglindore, duke sjellë rreshje të vazhdueshme dhe temperatura të ulta. Prandaj dhe lumenjtë të rriten përsëri para se të bien, prandaj dhe toka mbetet e ngopur me ujë, prandaj dhe rreshjet e shiullit të borës marrin për masa anormale. Ndryshimi klimatik nuk do të thotë vetëm vera më të nxehta, apo do të thotë stin të çrregullta, sisteme atmosferike të ngadalta ku nuk ka qarkullim normal të këtyre flukseve, prandaj edhe krijohen vorbulla e pastaj të papriturat e një moti më ekstrem dhe më këmbgulës në atë ekstremitetin e vet. Më shumë thatësira, e më shumë zjarre, më shumë vorbulla atmosferike, më shumë përmbytje, është tashmë një kuadrat I ri I klimës ku jetojmë, e cila nuk është më klima ku jemi rritur. Por, unë jam shumë krenar për faktin se në çdo situatë emergjence, ne jemi më të gatshëm, më të përgatitur, më efikas, fal investimeve masive që kemi bërë gjatë kësaj dekade, rreth çerek miliard euro në infrastrukturën e kullimit dhe të mbrojtjes, si dhe fal investimit në strukturën e emergjencave civile që sot kanë skuadra të stërvitura, pajisje bashkëkohore dhe çdo vit më shumë mjete. Një fakt, të dalësh nga kjo vorbull atmosferike me vetëm 13.160 hektarë të mbuluara nga ujë, është realisht një ngushëllim shumë I madh dhe I tregues se jetojmë në Shqipëri tjetër, sepse kjo vorbull deri 10 vjet më parë do kishte përmbytur e papenguar 2 a 3 fishin e kësaj sipërfaqe, sikundër edhe ka ndodhur. Ama përtej vorbullit atmosferike, ndryshimi klimatik, sasisë rreshjeve, që në 4 ditë ishte sa mesatarja e muajit janar, pra e 30 ditëve rreshje në 5 vitet e fundit, faktori njerëzor ka peshën e vet. Ka peshën e vet për mirë ose për keq. Njësoj siç edhe infrastruktura ka peshën e vet për mirë ose për keq. Jo për t'i ndalur, por për t'i bërë më të kontrollueshme këto masa të jashtëzakonshme rreshjesh, dëbore dhe prurjesh. Ndërkohë që ne si qeveri jemi të qartë për nevojën e vazhdimit të investimeve në sistemin mbrojtës vendit, unë nuk e di fare sinqerisht se si I bëhet harbutrisë ekstreme ndaj natyrës që manifestojmë ore çast ne si popull. Po, troç, ne si popull. Prurjet marrëmendëse të plastikës nga lumenjtë në këto raste janë të frikshme, janë të neveritshme, janë kriminale në kuptimin e plotë të fjalës. Hedhja rrugëve, shisheve dhe qeseve plastikës, të ishte ky vend jo atë dheu yni përbashkë, por një kosh plerash në një territor që s'na përket, me cilin s'kemi lidhje.
ku do ku na teket, lëshojmë si lopa bajgat, mbetit e konsumit ton, është diçka që e mbulon tamam me bajga, flamurin e pavarësisë son si shtet. Librin e historisë përpjekjeve tona shekullore si kom për të jetuar në shtetin ton. Fytyrën e secilit prej nesh si njerëz të këtij populli dhe si qytetarë të Europës, që mbajmë emrin shqiptar, të cilin e mbajmë me drejt, me krenari në shumë raste, të cilin e ndjejmë me të drejt si vërtet fjalën kyçe që na bën të ndjehemi krenar kur jemi në stadium, por të cilin e përdhosim emrin shqiptar, duke përdhosur Shqipërinë, duke përdhosur natyrën e Shqipërisë, duke përdhosur fytyrën e Shqipërisë. Ne si qeveri dhe si shumicë popullore, sidoqoftë nuk do të dorëzohemi. Dhe do dalim më tej me masa të reja ku në kësaj fushie të errësirës në trurin ton si milet, duke rritur përpjekjet për sensibilizim, për informim, po dhe për ndëshkim, po ashtu. Por në të gjitha rastet është e domosdoshme që gjithë secilit ftillohet, sepse kjo që ndodh dhe ajo që i bëjmë ne Shqipërisë, duke hedhur një shishe plastike apo duke hedhur një qese plastike në rrugë, ka vetëm një fjalë që e përkufizon: krim. Ti nuk do jesh kur vetëm, kjo është motoja ime dhe jona sa herë fatkeqësitë ndryshme godasin vendin dhe njerëzit, që nga tarmeti shkatrus i mira shtëpive dhe deri tek sikleti rënues i një familje të goditur nga uji, nga zjarri apo nga një fatkeqësi tjetër. Dhe dua t'u përcjell përsëri të dëmtuarve nga kjo goditje e fatkeqësisë së kësaj here, se ne do të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik çdo detyrimi ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. Puna jonë intensive nuk mbyllet me përmirësimin e situatës motit, por do të vazhdojë me riparimin e dëmeve në infrastrukturë dhe të çdo dëmi në familjet e prekura nga uji. Ekipet tona të verifikimeve janë në terren që nga dita e parë, ndërkohë që Ministria e Financave e ka të përgatitur tani më të gjithë planin me skenarët e dëmshpërblimit. Presim rezultatin përfunditar të verifikimeve për të kaluar në fazën e dëmshpërblimeve. Dhe mos harroni, kur ne erdhëm në qeveri, në malin e borxheve që na lanë trashëgim, aleatët e sotëm të fatkeqësive ishin dhe 2 kodra të larta borxhesh nga përmbytjet e zonës Shkodrës. Ne i shlyem një ato borxhe për ata njerëz dhe nuk kemi hyrë më në asnjë borxh të kësaj natyre me njerëzit e këtij vendi, sepse erdhëm për ndërtuar një Shqipëri tjetër dhe kjo është Shqipëria tjetër që nuk i lë vetëm njerëzit e saj. Kur bën. Ashtu si zotuam në fushatën e 83 mandateve dhe siç ngritëm 83 kartona të gjelbër në kuvend pro rritjes graduale të pensioneve gjatë këtij mandati historik, tani më e kemi nisur kthesën. Sipas kategorive përkatëse, pensionistët që prej këtij janari përfitojnë një rritje e cila çdo janar do të dyfishohet. Pra janarin e ardhshëm do të marrin 2 fishin e shtesës këtij janari. Janarin pas tij 3 fishin e shtesës këtij janari. Pastaj 4 fishin e këtij janari dhe në Shqipërinë 2030 do të ndalet ky progresion tek 5 fishimi i shtesës së mirë së ardhur të janarit të këtij viti, pra të këtij viti. Kjo kthesë është një çlirim i madh për mua. U deshën vite reformash. U desh një përpjekje e madhe për rritje ekonomike. U desh një përmirësim rrënjësor në mbledhjen dhe administrimin të ardhurave. U desh shumë çka që të vinim në pikën ku një Shqipëri tjetër, nga ajo 10 vite më parë, të bëhet vendi i rritjes pensioneve pa minuar themelet e stabilitetit financiar të shtëpisë sonë përbashkët. Unë e di se si kam shtrënguar dhëmbët për të bërë durim, se si ndjesha, se si sikletoshesha, se si me zinxhira fjalë kur thosha s'ka mundësi, nuk kemi lek për ta bërë, s'është e mundur.
Duhet fillimisht të rrisim mundësitë e shtetit, se bëjmë dot, se nuk mund minojmë shtëpinë ku rriten fëmijët tanë. E pra, duruam, por më në fund erdhëm në këtë pikë, sepse punuam çdo ditë për kthesën që sapo ka nisur. Dhe më e mira është e gjitha përpara, për gjyshet dhe gjyshit e këtij vendi. Kjo javë nisi me pjesëmarrje në samitin e koalicionit të vullnet mirëve për Ukrainën, thirrur nga presidenti Emmanuel Macron në Pallatin Elizes, ku kisha nderin të isha edhe unë ndër të ftuarit për të përfaqësuar Shqipërinë. Në tërësi takimi shërbeu për të bërë një bilanc të gjithë përpjekjeve të njësimit pozicionit